Numri të arrestuarve për vrasjen e 43 vjeçarit Edmund Hyka, i njohur si Mondi Mëhalla, ka shkuar në 3 pas arrestimit të ish ortakut të tij 32 vjeçarit Gino Ago dhe rojës së karburantit Xhaxhi Oil Kujtim Pisha. Policia ka vënë në pranga dhe 29 vjeçarin Nevzat Spaho nga Porrenjasi, i dyshuar si bashkëpunëtor në ngjarje. Mbi to rëndojnë akuzat e vrasjes me paramendim në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Autoritetet policore kanë dhënë detaje të plota mbi mënyrën se si Spaho ka bashkëvepruar me grupin duke cilësuar hetimin në një fazë hermetike, ndërsa po verifikojnë pistat e ndryshimeve për motive duke përfshirë konflikte biznesi dhe prishjen e mundshme të pazareve të drogës. Spaho ka precedent penal duke përfshirë tentativë vrasje, shtrëngim me anë të kanosjes, armbajtje pa leje dhe dhunë, përfshirë në një rast në vitin 2022. Kur kërcënoi një person për një shumë prej 3.000 eurosh në një incident në vitin 2016 ku 2 persona u plagosën nga përleshje me thika. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 30 nëntorit ku Mëhalla u qellua sapo doli nga zyra e tij në karburantin Xhaxhi Oil dhe hyri në makinën e tij. Njëri nga autorët doli nga makina tip Audi dhe i qelloi me 2 plumba në kokë dhe 1 në trup, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Më pas, autorët u larguan drejt Librazhit dhe doqën automjetin në Mirag, brenda së cilës u gjet pistoleta Beretta e përdorur në krim. Të dhënat e hetimit tregojnë se Mëhalla dhe Ago kanë pasur më parë marrëdhënie biznesi. Mëhalla i kishte shitur Agos një kompani në mars të vitit 2023 dhe më vonë kishte themeluar Eltax ShPK, të njëjtin objekt aktiviteti që më parë ishte reklamuar nga Ago. Policia vazhdon kërkimet për 2 autorët, Marcelo Arani dhe Armando Cola, të dyshuar si ekzekutor të ngjarjes.